Deputetët e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut nuk e mbështesin nismën për ndryshimin e modelit zgjedhor nga 6 në një njësi dhe sistemi me lista të hapura të kandidatëve. Propozues i nismës, kryetarja e Partisë Liberal-Demokrate, Monika Zajkova, gjatë prezantimit të nismës para deputetëve, foli për rëndësinë e vlerësimit të secilës vot, njësoj si dhe zgjedhje së drejtë të kandidatëve në lista të hapura. Nisma mori mbështetjen e 19 deputetëve të opozitës. Nevoja për ndryshimin e ligjit nuk kaloi. Sipas Zajkovës, demokracia do të përparojë nëse ekziston mundësi që qytetarët të zgjedhin drejt për drejt deputetin e tyre përmes listave të hapura. Nuk është e drejtë votat e rreth 30-40.000 qytetarëve të bien në ujë vetëm për shkak të modelit zgjedhor. Kjo nuk është vetëm padrejtësi politike, por edhe shkelje kushtetuese e parimeve për barazi të votës. Kanë frikë nga listat e hapura ata që me vite e ndërtojnë fuqinë e tyre të jo llogaridhënies të listave të kontrolluara, tha Monika Zajkova, kryetare e PLD-s. Pavarësisht se deputetët e tij nuk votuan pro, Mickoski më herët gjatë ditës përsëriti qëndrimin se partia e tij është për modelin me një njësi zgjedhore. Ne jemi për atë që të ketë një njësi zgjedhore dhe të mundet edhe ata të marrin pjesë në një proces të tillë zgjedhor, të mos kemi shpenzime, të mos kemi më shumë njësi zgjedhore, të ketë një dhe të grumbullohen të gjithë votat në një njësi zgjedhore, edhe të qytetarëve resident, por edhe të diasporës e cila do të dëshirojë të marrë pjesë, deklaroi Kristian Mickoski. Paraprakisht nga BDI theksuan se ata mbështesin propozimin për një njësi zgjedhore me lista të hapura, por me prag zgjedhor për deputet prej 3% nga votuesit e regjistruar ose 5% prej votuesve që kanë dalë në votime.